Mirë se vini, në këta analizë do të shohim një të vërtet tronditse. Truri ynë nuk regjistron si një videokamera. Fare. Ne shpesh mendojmë se një kujtim i gjallë është patjetër 100% i saktë, por a është vërtet kështu? Mendoni pak për kujtimet e fëmijërisë. Shkenca tregon se këto pamje perfekte në fakt janë pothuajse tërësisht trillimet e trurit. E po mendja nuk është thjesht një kasetofon. Kujtimet ndërtohen në mënyrë aktive, duke u filtruar përmes besimeve tona të brendshme. Merrni për shembull kujtesën Blitz. Këto formohen gjatë ngjarjeve super të forta emocionale, si tragjeditë apo dëshmimi i një krimi. Në vitin 1992, studiosit pyetën studentët menjëherë pas shpërthimit të anjes Challenger. Më pas i pyetën sërish pas 2 vitesh. Rezultati totalisht i çmendur. Plot 25% e tyre morën 0 pikë për saktësinë e detajeve që mbanin mend. 0. Ideja është kjo, truri ruan thelbin emocional, por hedh poshtë detajet e sakta. Ai thjesht sakrifikon faktet për emocionin. Kjo na çon tek amnezia e burimit. Truri ynë për tac, thjesht nuk do t'ja di fare se nga erdhi informacioni. Dhe prisni se ka edhe më keq. Kemi amnezinë së vërtetës. Kujtojmë thashtë themin, por harrojmë plotësisht që ishte gënjeshtër. Në një studim, 27% të rinjve mbajtën mend gabimisht si fakt një deklaratë false, vetëm pas 3 ditësh. Për të moshuarit, ky dështim arriti në 40%. Pra, kur diçka tingëllon e dëgjuar, truri mendon menjëherë, është e vërtetë? Detajet manipulohen lehtë me kalimin e kohës. Mjafton një pyetje paksa suggestionuese dhe ja, kujtesa juaj u ndot totalisht. Për ta bërë historinë të duket logjike, truri unë bën konfabulin. Ai thjesht qep boshllëqet me fakte që i shpik. Imagjinoni pak, në një studim, dëshmitarët përshkruan me detalje një hajdut që vidhte një radio që as nuk ekzistonte. Ky është ashtu quheturi efekti Rashomon. Dëshmitarët të së njëjtës ngjarje krijojnë realitete e kujtime totalisht në kundërshtim me njëri-tjetrin. Kujdes. Kjo ka pasoja reale. Në vitet e 10, disa terapi gabimisht u mbollen tek pacientët e tyre mira kujtime të rreme traume. Ose me alienët, duke përdorur hipnozën, njerëz të suggestionueshëm pa pritur kujtuan sikur ishin rrëmbyer nga alienët. Goxha çmenduria apo jo? Është super e lehtë krijosh përvoja false. Leximi një reklame fiktive për kokoshka provokoi kujtime reale tek njerëzit. Po seriozisht, një javë më vonë, ata betoheshin që i kishin shijuar ato kokoshka inekzistente. Bën veten protagonista se reklame. Mësimi kryesor, të jesh tërësisht i bindur për një kujtim, nuk do të thotë absolutisht që ai është realisht i saktë. Ja pse gjykatat apo mjekët nuk u besojnë verbërisht dëshmitarve, duhen me patjetër prova fizike dhe verifikime të jashtme objektive. Kjo është elbësore. Nëse mendja jonë është i tregimtar ka gjenjal, atëherë sa nga e shkuara jonë është thjesht trillim.